Pas daljes së tij nga Big Brother Albania, emri i Dio Gimbo vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, por këtë herë jo për lojën brenda shtëpisë, por për jetën e tij personale jashtë saj. Vetëm pak ditë pasi u largua nga reality show, ai është parë në shoqërinë e një vajze misterioze, gjë që ka ndezur menjëherë rrjetet sociale dhe portalet. Sipas pamjeve që po qarkullojnë, vajza në fjalë është bjonde, mban syze dhe duket dukshëm më e re në moshë. Prania e saj pranë Dio Gimbo ka ngritur shumë pikpyetje, sidomos për ata që kanë ndjekur rrugëtimin e tij në Big Brother Albania dhe raportin që ai krijoi me Selina. Ajo që e bën edhe më intriguese këtë situatë janë zërat që po qarkullojnë. Disa persona që pretendojnë se e njohin nga afër thonë se vajza misterioze mund të jetë një ish e dashur e Gimbos, një lidhje që ai e kishte përpara se të hynte në shtëpinë e famshme. Nëse kjo është e vërtet, atëherë historia merr një tjetër dimension, një rikthim i mundshëm i së kaluarës në një moment shumë delikat. Brenda shtëpisë, marrëdhënia mes Dio Gimbo dhe Selina u komentua gjerësisht. Dy shesh faqen afrimitet, momente emocionale dhe një lidhje që shumë e konsideruan si reale. Për një pjesë të publikut, ata përfaqësonin një çift që mund të vazhdonte edhe jashtë formatit. Por pamjet e fundit kanë hedhur dyshime të forta. A e haroi Gimbo kaq shpejt Selinën? Apo ndoshta marrëdhënia e tyre kishte përfunduar që para se ai të dilte nga shtëpia? Ka edhe një tjetër këndvështrim. Disa fansa mendojnë se situata mund të jetë keq interpretuar, ndoshta bëhet fjalë për një takim miqësor, një person nga e kaluara që thjesht është rikthyer në jetën e tij, pa domosdoshmërisht një lidhje romantike aktive. Në botën e showbizit, shpesh një moment i vetëm mund të krijojë një histori të tërë. Ndërkohë, heshtja e Dio Gimbo dhe Selina vetëm sa e shton misterin. Asnjëri prej tyre nuk ka reaguar publikisht, duke lënë fansat të ndërtojnë teori të ndryshme dhe shpesh të nxituara. Publiku është hindar, disa ndjen të zhgënjur, duke menduar se ndjenjat e shfaqura në Big Brother Albania mund të kenë qenë të përkohshme, ndërsa të tjerë tregohen më të kujdesshëm dhe presin një reagim zyrtar përpara se të gjykojnë. Një gjë është e sigurt, kjo histori është ende në zhvillim. Duke qenë se kanë kaluar vetëm pak ditë nga dalja e tij nga shtëpia, është shumë e mundur që në ditët në vijim Dio Gimbo dhe Selina të japin një sqarim për mediat, duke treguar versionin e tyre të së vërtetës. Deri atëherë, çdo dalje publike e Gimbos do të vazhdojë të analizohet në detaje, ndërsa publiku mbetet në pritje për të kuptuar nëse kemi të bëjmë me një ndarje të vërtetë, një rikthim tek një lidhje e vjetër, apo thjesht një histori që është fryrë më shumë se ç'duhet.